Edhe sot, një pjesë e pacientëve që janë të shtruar në spitalet e vendit janë lëshuar në mjekim shtëpiak. Pas takimit të shtabit të krizës, ministri Arben Taravari informoi se sot janë lëshuar 5 pacientë të cilët janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe nga gjithse 21 pacient në klinika mbeten edhe 16. Ai tha se edhe jashtë shtetit mbeten 89 pacient, pasi që 2 kthehen në vend, një nga Lituania dhe një nga Suedia. Ata pas arritjes në vend do të shtrihen në spitale që të kontrollohen gjendja e tyre e më pas edhe ata do të lëshohen në mjekim shtëpiak. Edhe pse pacientët që ishin në gjendje kritike dje kishin përmirësim, Taravari informoi se përsëri sot gjendja e tyre është e përkeqësuar. 4 pacjenти продолжуваат да бидат во критична состојба. Вчера кажав на пресконференција дека малку се подобрени, меѓутоа денеска добиваме, односно вчера навечер добивме информација дека повторно овие 4 пациенти се релативно во тешка состојба. Се уште има интубирани пациенти, се уште има пациенти кои што се во тешка состојба, секако. Меѓутоа, за сега, повеќето од пациентите се надвор од животна опасност. За сега. Тоа не мора да значи дека така ќе продолжи. Ние се надеваме дека нашите колеги не се надеваме и знаеме дека даваат свој максимум и се надеваме да се подобри нивната состојба. Drejtoria e klinikës për kirurgji plastike Jasmina Pavlovska thotë se të gjithë ata që kanë nevojë për intervenim të shenjave nga plagët, këtë mund ta bëjnë në klinik. Njëkohësisht porositën se edhe si të sillen ата që kanë plagë të përthara nga djegjet. За лузни имаме многу различни начини за третирање, така да све што може, мислам, го имаме и ние, све ќе се направи, така да исто би го нуделе и надвор од Македонија. Треба хидратантни креми, без парфеми, без бои, значи да се од медицинска козметика, заштитен фактор ПСК, обавезно да користат кога ќе излезат на сонце и најубаво е воопшто да не излегуваат сега на сонце. Nga hëna priten që të lëshohen në mjekim shtëpiak edhe 5 pacient, ndërsa pritet që në vend të kthehen edhe pacient që gjenden në mjekim jashtë vendit.